Allahu Ekber, Allahu Ekber. Në Pogradec, besimtarët muslimane kanë nisur kremtimin e festës së Kurban Bayramit në orën 6:15 të mëngjesit, duke ju drejtuar xhamisë Ebu Bekër. Falja e namazit u bë në prani të qindra besimtarëve musliman nga imami Mirel Mazelli. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit të Gjithëmëshirshëm e Shpëlotit. Zotin lartësuar e falenderojmë, i cili na mundsoi që ne të jemi në këtë ditë, në këtë festë të madhe siç është festa e Kurban Bayramit, një festë e cila simbolizon dashurinë, harmoninë, sakrificën, devotshmërinë ndaj Allahut Madhëruar. Mesazhi im i kësaj dite, kësaj feste është të rregullojmë raportet tona me Allahun e Madhëruar, me Zotin e lartësuar, të kujdesemi me raportet tona me familjet tona, duke kujdesur për bërthamën e shoqërisë siç është familja, dhe ajo ishte mesazhi kryesor i ligjërimit në xhamin tonë. Të kujdesemi për ata të cilët ne i kanë sakrifikuar shumë në jetën tonë, janë prindrit, për fëmijët tanë, për shoqërinë ku neve jetojmë, sepse mesazhet e fesë janë mesazhet e qarta që nëse ne i zbatojmë dhe i praktikojmë në jetën tonë të përditshme, do të shikojmë mirësi dhe begati në jetën tonë dhe në shoqërinë ku neve jetojmë. Urimi në këtë ditë, në këtë festë të madhe, është gëzuar festën e Kurban Bayramit. Zoti i bëft të ditët tuaja festës si kjo festë e Bayramit, dhe Zoti sjell të harmoni, dashuri, begati në jetën e çdo familje të vendit tonë. Për shumë vjet gëzuar festën e Kurban Bayramit. Kurbani është një festë në të cilën çdo zemër e vatër duhet të hyjë gëzimi, dore e solidaritetit dhe përkrahjes. Kjo festë është e ngjalljes së shpresës dhe optimizmit për të vazhduar me këmbëngulje besnikërinë ndaj besimit në Zot, në Zotin e gjithësisë, se ai është falësi i madh, mëshiruesi i pakufishëm. Kurbani paraqet materializimin e gatishmërisë që në emër të Allahut të flijohet. Përveç aspektit shpirtëror të kurbanit, është i rëndësishëm edhe aspekti social i tij, ndihma për atë që nuk ka, në mënyrë që të gjithë së bashku ta festojnë këtë festë islame. Sipas fesë muslimane, riti i faljes së Bayramit të Madh konsiston në dy momente. I pari është lutja përmes së cilës shprehet adhurimi për Zotin, dhe më pas vjen predikimi. Për këtë ditë shënuar therret një dash apo një dele e cila i dedikohet Zotit. Mishi ndahet mes pjesëtarëve të familjes, mes miqve, apo ju dhurohet të varfërve.